Donald Trump ka deklaruar si një marrëveshje paqe mes Rusisë dhe Ukrainës është shumë afër, ndërsa ka bërthirrje që Kievi të pranojë lëshimet territoriale si pjesë e një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës. Presidenti amerikan u shpreh se këmbgulja e homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky që të mos njohë pronësinë ruse mbi Krimen, po e bën të vështirë zgjidhjen e konfliktit. Ndërhyrja e fundit e Trump në platformën e tij sociale Truth Social erdhi pasi përpjekjet për paqe në Londër të udhëhequra nga sekretari i jashtëm britanik David Lammy u zvogluan në bisedime teknike pas vendimit të sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio për të mos marrë pjesë. Administrata amerikane po i kërkon Ukrainës që të pranojë kontrollin e vazhdueshëm të Rusisë mbi territoret e pushtuara dhe të pranojë pronësinë e Moskës mbi gadishullin e Krimes si pjesë e një marrëveshje paqe. Gjithashtu, forcat e presidentit Vladimir Putin do të kërkohet të tërhiqen nga disa territore ashtu si dhe ushtria e Ukrainës. Megjithatë, raportohet se Zelensky ka refuzuar propozimet që përfshin dorëzimin e Krimes. Trump shkroi në Truth Social: "Askush nuk po i kërkon Zelensky të njohë Krimen si territor rus, po nëse ai e do Krimen, pse nuk luftuan për të 11 vite më parë kur ju dorëzuar Rusisë pa u qelluar asnjë plumb?" Janë deklarata nxitëse si ajo e Zelenskit që e bëjnë kaq të vështirë të përfundojë kjo luftë. Ai nuk ka me se të krenohet. Situata në Ukrainë është e rëndë. Ose mund të ketë paqe ose mund të luftohet edhe për 3 vite të tjera para se të humbasë gjithë vendin. Nuk kam asnjë lidhje me Rusinë dhe s'dua ta shpëtoj. Mesatarisht 5.000 ushtar rus dhe Ukrainas në javë po vdesin pa arsye. Deklarata që dha sot Zelensky nuk bën gjë tjetër veç se zgjat këtë fushë vrasjes dhe askush nuk e dëshiron këtë. Jemi shumë afër një marrëveshje, por njeriu që nuk ka asnjë kartë për të luajtur duhet më në fund ta përfundojë këtë. Ndërkohë, zëvendës presidenti J.D. Vance paralajmëroi se ka ardhur koha që Ukraina dhe Rusia të bien dakord mbi temat e paqes, përndryshe Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen nga ky proces.